Mi mëngjes, prap, I dashur publik, se kur po e shoh një, po më dalin disa. Po, s'po mu I me lon, pa I demantu se për që I demanton këta dikush në rrjetet televizive, harron atë mobet. As një televizion nuk e ka as moralin, as karakterin, as integritetin gazetareske profesional për me I demantu rranat e politikanëve. Aty që du të me funksionu një televizion? Një televizion e bon temën, e paracakton temën për cilën duhet me folë se është interesi publikut në debat televiziv. Dhe kur e paracakton temën, në përputhje me qatë temë, I paracakton mysafirët relevant që I fton për me ardhë me folë në debat televiziv. Edhe e nxjerr një ekip hulumtuesish të cilët ja gjurmojnë se cilit mysafir të kalumen politike, veprimet e tyre politike, vullnetin e tyre politik dhe të kalumen kriminale nëse ka. Çdo gjë për atë person, çdo gjë për lidhjet e atij personi. Edhe përgatitet moderatori që e moderon programin televiziv, është për ta moderuar programin. Njerëzit relevant që janë të ftuar aty duhet me kanë edhe stafi gazetaresk I cili merret me temën relevante përkatëse me kohë të gjatë përfshirje profesionale. Dhe ai gazetar është I përgatitur me dëshmi faktike nga redaksia e tij televizive dhe në momentin që e zen mysafirin të rrajt e konfronton me fakt. I thotë zotni, ti sa po e the kështu. Mi po gjetjet tona editoriale tregojnë se ju keni bërë kështu. Tash, ju a keni ndryshuar mendim lidhur me këtë kaluar politike tuajën, a distancoheni nga kjo e kaluar, apo ku është pozita juaj? Sepse nuk mund të akuzoni dikën që është kriminal ose hajdut, duke qenë se ju verifikueshëm jeni dhe kriminal dhe hajdut, por nuk jeni distancuar asnjëherë nga e kaluar juaj kriminale, hajduteske. Apo kupton? E tash, a e keni pa ju ndonjëherë një veprim të tillë televiziv në rrjetet tona? Besoj që se keni pa. Nëse e keni pa, I lutem shumë, boni koment me qatë dëshmi në postimin tem se unë jam I interesuar me e pa. Me e pa, qysh kanë bo, çka kanë bo. Po unë nuk kam pa. Besoj që eventualisht mediat kthjellën e lirohen pe kompromateve që kanë, si janë përfshim. Shumë gazetare, redaktore, pronar mediash janë përfshim rrjetet kriminale, për që ata ta zguzojnë me bo punën me integritet. Ndër arsyet, po dhe arsyet e tjera janë që janë, e këtë kanë marrë diploma false, bre. Apo kupton? Njeri pa as një vjet përvoj pune me qenë reporter në teren, e merr titullin e gazetarit. Pas një vjet përvoj pune as në teren si gazetar, as si reporter, e merr titullin e redaktorit. Madje, disa prej tyne, rrshasin me skia drejt në studio televizive dhe thojnë analista jena na. Ditë e zezë për Shqipnin. A di shka I bjen ajo? Ajo I bjen sikur me marr doktorin e kafshëve edhe me leju me të bo operacion zemrën e njeriut. Qashtu, për që ato e kemi të katandisën skenën e diskursit politik. Njerëz rrugaq, të pa denjë, pa kur një far kapaciteti profesional dhe intelektual, pa kur një far integriteti njerëzor, as nivelit moral më dje. Gjithsesi, ta dëgjojmë çka po thot avniu I AK-s, që ta keni parasysh, po, apo mdoket, po, avni Arifi koka. Okej, shikone. 7%. Përmes me u përsërit një ngërsh katal për pej vektës, dhe ka bo ato që në Kosovën e pas lutës kërkush nuk ka bo. Shul Shqepe ka thonë, ne nuk duam me qeveris me ty. Ne nuk duam as një ministrin ka te. Ne nuk duam pushtet. Por I duam 6 kërkesa për qytetarët e Kosovës.
Para se me folë gëzotnia për 6 kërkesat e qytetarëve të Kosovës, a jetu e pa çfarë mentaliteti politik ka. Nuk duan pushtet. Do më thonë, këta e shohin pushtetin me mentalitet mafiozit. Pe du, pe marë, s'pe du, s'pe marë. Ama që kaq, s'po ta jep që kaq. Po kush t'jebe ty pushtet? Pushtetin ta jep sovrani. Ti aplikon për vend pune të deputetit. E kur aplikon për vend punë e deputetit, gjatë fushatës parazgjedhore, i kallzon popullit se çfarë punëtori ki me kanë ti në qatë pozitë. Edhe në pozitën e kryeministrit. Qashtu është puna. Si mos t'kish vizion, si mos t'kish gatishmëri për me zgjidh problemet e qytetarëve, për çfarë qytetarët ty të kontraktojnë për me kryer atë punë nëpërmjet votës lirë, ti normal që nuk t'i jepet pozita e punës. Aq më tepër kush je ti? Sidomos kur e din qytetari që ti kur e ke pas një mandat, nuk ke bo send po ke vjedh, ke plaçkit, ke hesh paravrasjes intelektualve, ke hesh paravrasjes gazetarve, ke hesh paravrasjes së politikanve, e ke kriminalizu drejtsinë e policinë e tuesin, ty me donë qytetari ty pushtet apo ta? Jo, zotni. Kërkush së në tjetë pushtet pos sovrani. Sovrani, me sovrani i kini punë të keqju. Na po kupton se me nxepi ka përceni pragun. E shpejt nëse ma në zgjedhjen dhjetor, ju s'keni me mrjes të nevojtorja e parlamentit. Qush na keni kallzu kush jeni? Kjo është për fajin tuj, jo për fajin e sovranit. E i dashëm publik, që ky zotnia Avni Arifi u patkon qaj që i ka pas thonë për mërgjimtartë, lajnë nevojtore. Po, dhe me koka keq me la nevojtore, e me fitu paren me djers. Qka koka mirë? Me arën Kosovë me plashkit me vjedh. Qashtu është mirë, se kuj takon taborit hajnave. Po që ato është mirë për të me vjedh. E ofendimi i tina, kone ka ofendu kë? Kone ka ofendu kë? Bazën e fundamentale të këti kombi, të cilët e kanë financu qatë shtetin paralel të Republikës Kosovës që ka pas marru Rugova, të cilët e kanë financu qatë nisëm për çlirimin e atë dhëut, që e kanë pas nisë themeltarët e LPK-s, e të cilët pastaj u vranë nga ndërmarrja për bashkët kriminale Hashim Thaqit, masi që ishte rekrutupi franquzve. Edhe pastaj e morën shtapin e përgjithshëm të që këndor, edhe janë nisën me shkue e me përmbyte me kapitullu që kënë, duke vjedhë dhe fondin qëllimtar. Ta dëgjojmë çka po thotë ky zotnia më të tjerë. E dëgjut profesor Mustafën që pak një par kuestioni me pas për temat nacionale. Kem kërku gazin Amerikan jo sepse po i duhet aleancës, po sepse po i duhet Kosovës për partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vend tale. Gazi Amerikan nuk është gaz Amerikan, është gaz rus. Redaksia jone ka hulumtu edhe ka dokumentu që kontur globali që këta e kanë nënshkru marrëveshjen është kompani ruse. Po e ka është e kamuflume me flamur Amerikan. E këta këtë kontratë e kanë marrë me Richard Grenellin, e krejt këta farë batakqit të gjartë të tyne. Krejt qëllimi e se kontratë e konë me vazhdu, me mjel, me plaçkit Kosovën. Kur flet ky për strategjit shtetit, njëkohësisht thot që duhet me ble gazin Amerikan, që është rrejt, se është gaz Amerikan, është gaz rus, ky tregon që ky lidhje nuk ka me strategji të sigurisë kombëtare. Strategjia e sigurisë kombëtare nuk do me thonë me uvar, me infrastrukturë të sigurisë kombëtare prej asnjë shteti tjetër, qoftë ai edhe shteti aleat. Strategjia e sigurisë kombëtare do me thonë shteti i marrën zgjidhjet e veta të përhershme, pra gjenë zgjidhje vendore për me u pavarësu prej energjisë elektrike nga kushdo shtet tjetër. E tana, çka ka shtesë, mirë se art, edhe mund me u bo marrëveshja me shtetet aleate për me u ble produktet e me u shit produktet. Po këta se kanë hallin të gazi Amerikan, këta kanë hallin të gazi rus, sepse këta janë në tavolinë të agjendës politike të konvertimit të Kosovës në orbitën e Rusisë. Një prej njerëzve kryesor që i këshillon këta është Richard Grenelli,
njeriu besnik i Rusisë, e kena dokumentu na si redaksi, e ka dokumentu Washington Posti, e ka dokumentu ProPublica, e ka dokumentu Der Spiegel i Gjerman, që Richard Grenelli poshte përpjet, është njeri i Rusisë. E këta, me urdhra të ti, edhe kërkesat të ti, bojnë politikë. E kjo politikë e tyne është politikë pro-ruse e pro-serbe. Kjo është dokumentimi. Kjo është e vërteta. Gazi Amerikan nuk është Amerikan, është flamuri Amerikan, po gazi është rus. E këta përveç që duan me kthy Kosovën në orbitën e Rusisë, këta gjithashtu, qëllimin e kanë me plaçkit. Se nuk janë gjë tjetër, pos plaçkash. E kanë plaçkit ta Kosovën për 20 vjet rresht. Dhe po thuj se gjitha partit pajtohen që duhet këtë konsenzus nacional për këtë temë. Duhet këtë konsenzus nacional për gjitha temat, edhe për çështjet e dialogut. E jo mashtrime e rrena për qytetarët e Kosovës që nuk e pranoj këto, nuk e pranoj ato, kush ka në Bruxelles i pranon gjitha. Pra, ne jemi Pse po rren? Pse po rren që i pranon gjitha? Pse po rren që i pranon gjitha? 7 vjeçari i mandatit të kryeministit Kurti ka qenë vazhdimisht luftë refuzuese dhe refuzim për me implementu marrëveshjet që ju i keni nënshtruar, i keni aprovu për me e kriju edhe me fuqizu kthetrën e Serbisë në Kosovë. Çdo moment që dini televizor, ju duni me pa moment për mu distancu për kriminalitetit tuaj. Ju duni me pa moment për mira pishmon për të zeza që keni bë këtij veni. Çdo moment çka po bëni ju? Po rreni edhe më shumë, veç petrashni rrenën. Mori mëre se jasheni sherrin vetës. Sovrani nuk ju beson më. Ju për shte ka që merrni pushtet në këtë vend, i ka dek nana asaj pune. Dilni në televizione se keni boll. Se keni boll televizione, keni vjedh boll për me financu me marru studio televizive. Dilni sa doni, plot keni, për dit. Amo, sa herë që dilni e rrani, ju veç e trashni rranën edhe e trashni mosbesimin e sovranit nda juve. As gjë. Amo zero, nil, kur gjë nuk ka për me ju besu juve. Vetëm në gjë që sovrani ju beson është që kur ju sheqi jeni në televizion të shërë se ajo është fakt që aty jeni. A krejt që ka folni? Zote na rujt, zhala po pështojmë. Pa të ngojmë deri në fund. Situatë ku jem buzë anarkisë dhe këtë situatë Kosova nuk ja ka pas bërsh. Kosovës nuk ja ka pas bërsh Albin Kurti. Tënë me qutejt anarkisë, është levi mirë që shëshëria cili... Dhe anarkisë? Cilës anarki? Kush boni thirrje me u krye ngrit kundër qeverisë, e cila ka një agjendë me shkput Kosovën pe Serbisë. A ke Daut Haradinaj? Njeri që është i listum, lizet, njeri që pe qeverisë amerikane zyrtarisht shihet si kriminal. Kush po dënë anarki? Albin Kurti s'po lip anarki. Po e thot hajde bisedojmë, ti konsolidojmë institucionet, ta punojmë Kosovën, ta shpusim nga Serbia. Ju nuk po doni. Nuk po doni se ju agjendën e kini për me mojt Kosovën mrena Serbisë. Që aty o problemit e ju. Ta na dile raj poshte për pjetë nga përlagjeve televizive, jo që shtu, ja pas po shkon. Ta na kur sovranis po ja jep lejen, jo vëlla populli i keq, jo vëlla ata janë njerëz si lajnë nevojtore, po lajnë në nevojtore. Po dhe kena qelsin kuj na dojnë me dhon. Po. Na lajnë nevojtore, edhe ku shkojnë atë shtëpia, e dim që flajmë rahat se kujna se kena vjedh parët. Kujna se kena hinak. Ju që shflani, ju e dini se e keni vjedh këtë popull për 20 vjet rresht. E madje, edhe dur t'i keni, plot gjak shqiptari. Si gjatë mandateve tuaja janë vrarë shqiptarët, janë vrarë djemtë e bija të këtij veni. E për ato punë, ju keni me dhon llogari. Gjykata Hagës është pak. Kanë me ardhë gjykatat e ardhshme, që ju veç na për gjykata keni me nejtë. Kini me po. Intelektual të akademik janë kyqin këtë proces, duan përgjësi, duhet edhe ma shumë të kyqin dhe të adresojnë përgjësin, se qytetarët e Kosovës duhet me ditë sepse piskamat e Albin Kurtit nuk janë për shtet, po janë për pushtet. Të në kohën luftën veç për pushtet, kur gjë për shtet, sot Kosova po ndërton imazh ndërkombëtar si një shtet ku njerëzit e saj po dojnë me zhbo, faktikisht, po dojnë me shkatru. Një shtet që nuk po funksionon, një shtet i dështuar. Apo ja sheni
papagallëkun e agjendës së Serbisë. Në vitin 2022 i dashur publik, kur redaksia jone ka pas raportu, po flas redaksia jon kur punoja për Guardian unë atëherë, e mbuloja Ukrainën, e kemi analizu marrëveshjen e nënshkruar të Serbisë me Moskën zyrtar për bashkëndimin e politikave tyne të jashtme për Ballkanin Perëndimor. Edhe atëherë e kemi bazbulu një dokument në cilin agjenda shtetënore e Serbisë thoshte Kosova duhet me u portretizu si shtet i paaftë për të funksionuar si shtet i paaftë për me mbajtur marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtar. Ai dokument ishte i vitit 2020. Me hulumtim masiv pastaj pa të marrë vesh edhe në raportin e Parlamentit Evropian për dezinformacionin e vitit 2021, edhe aty saktësohej dhe identifikoheshin mediat të cilat e kishin transmetuar çat agjend. Ndërto ishte Gazeta Express, të shtatshi, Klan Kosova në cilën ky po flet Avni Arifi tash, edhe Berat Buzhala dhe aleatët e tij. Në këtë vit, 7 muaj na e kena shpenzu kohë pe vitit kalum, edhe ja kena analizu krejt strategjin editoriale dhe narrativat redaksionale të politikave të Gazetës Nacionale të Berat Buzhalës, por edhe kena bo një kombinim të analizave të postimeve të tij në Facebook. Krejt rezultatin e ka dalë 90% e analizës që Berat Buzhala dhe Gazeta Nacionale e ka bo një strategji editoriale e cila e ka portretizu Kosovën si pa aftë për me mbajt marrëdhëniet ndërkombëtare, por edhe si pa aftë për me stabilizu kriza, por edhe si fajtore të krizave të cilat i ka shkaktu Serbia. Pra vazhdimisht e ka shfaqsu Serbinë, vazhdimisht e ka fajsu Kosovën. Gazeta Nacionale, bashkë me Berat Buzhalën, e ka nis gjithashtu i ka dhënë hovë fushatës e krahasimit të veprimeve të drejta dhe legjitime të Republikës Kosovës, në veri i kanë krahasu si veprimet Miloševićit. Këto mantra të agjendës politike të Serbisë i kanë përsëritur edhe njerëz të AK-s, edhe njerëz të PDK-s, edhe njerëz të PSD-s, Dardan Molliçaj. Apo kupton? Edhe krejt ky rrjeti kriminal, të cilët e kanë zhvatë plaçkit Kosovën për 20 vjet dhe i kanë instalu kthjetrat e Serbisë në Kosovë për 20 vjet. Avni Arifi sapo e foli fjalë me fjalë agjendën e Serbisë. Kosova është e paaftë me mbajt marrëdhënie ndërkombëtare me aleatët. Kjo është detyra atyne. Pra, me majt Kosovën nën kthjetrat e Serbisë. Kjo është alternativa që ofron AK-ja. Po aleanca për Ardmerinë e Ramush Haradinajve. Ajo aleancë nuk ka të bëjë asgjë për Ardmerinë e Kosovës. Ka të bëjë me Ardmerinë e plaçkashve, njerëzve vrastar, njerëzve të cilët ja kanë qelë derën Radočićit në kryeministri, tu e di që ka bëjë gjenocid mbi civilët shqiptar, njerëzit të cilët e kanë mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb, masi që e kanë takuar Radočićin, njerëzit që e kanë hap shpinë e konakut të familjes Stanishevëve, Baton Stanishevit, njerëz besnik të Jovica Stanishevit, familja të cilit sipas gjetjeve tona hulumtuese ashtërujt për shërbimeve sekrete jugoslave gjatë kohës kur Stanishevi ka bë plane për me bë gjenocid ndaj popullsisë civile shqiptare. Këta, familja Haradinaj, me atë veprim, me Stanishevit, duke ja hapur konakun e shtëpisë në shtëpi, duke ja hapur konakun e qeverisë Radočićve dhe duke mbyllur institutin për dokumentimin e gjenocidit serb, këta kanë shkel mbi gjakun heroik të dëshmorëve Haradinaj të rënë për liri, mbi gjakun e vet shtëpisë vet. E lërëmo, mbi gjakun e dëshmorëve patriotik kombëtar të krejt kombit shqiptar. Kjo është e vërteta atyne, kjo është fytyra atyne. Prandaj këta i quajnë do lloj pashpavurash, të cilët pretendojnë si janë gazetar, me bo postimet me thonën hajde në Kosovë se hen Biroc. Unë e vi në Kosovë edhe ti nuk guxon me bon zon. Apo kupton? Sepse dur krysh nuk ju rri. Apo kupton? Se ju jeni të padenj, ju jeni të pa integritet, ju jeni ata që zbatoni politikën pro-serbe në Kosovë. Unë nuk jam, dhe faji nuk është jemi, faji është juji. Marrë ju koftë. Qofshim e shneti dashën publik.